Po rikujtojmë momentet e para 10 viteve kur u kualifikume në Europianin e parë. Gjithmonë një emocion i bukur ti rikujtoj gjanat e vjetra, plus jash janë hera parë që kualifikuam me Shqipërinë. Gjithmonë kam menuar se vitet kalojnë kadal, po ja që 10 vite u bën që herën e parë që kualifikuam. Shpresoj thjesht që të arrijë një kualifikim tjetër me kombëtaren për këtë botëror, sepse me të vërtetë do ishte një gjë shumë e bukur për karrierën time dhe uroj që të arrijmë të gjithë bashkë. Sigurisht emocioni i bukur, ka qenë një moment historik, raport kualifikimi për në Evropian në Francë. Sigurisht edhe personalisht ka qenë një moment i bukur i imi që kam shënuar golin e parë në atë ndeshje për kombëtaren dhe i fundit. Shpresoj që do vinë edhe shumë gole tjera, po prapë emocioni është shumë i madh, sepse e mbaj mend edhe kur mbas ndeshjes fesë ka qenë madhështore, sidomos kur jemi kthyer në Tiranë dhe do jetë gjithmonë në kujtime të mia. E mbaj mend shumë mirë këtë ndeshje sepse ka qenë ndeshja që kam pas më shumë emocione në karrierën time edhe ajo ka qenë ajo natë që kemi shkruar histori për Shqipërinë dhe në raport që jemi kualifikuar për Europian. Dhe sidomos kur e boni Armando Sadiku golin e tretë, po kemi ditë që jemi kualifikuar. Ndeshje shumë e mirë që na bën muni shumë krenar që kemi arrit dhe në këtë ndeshje kemi pas emocione jashtëzakonshme dhe kemi shumë histori në atë ditë. Do ta përblidhe vetëm me 2 fjalë, një diçka e paharrueshme dhe një emocion i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm që nuk të ndodh shpesh në jetë.